kriptomonedat sjellin me vete oportunitetet jashtëzakonshme dhe dilema të jashtëzakonshme, duke u kthyer në koncepte të cilat duhen integruar në mënyrën tradicionale të menduarit një orë më parë, ndërkohë që është fare e qartë se kjo botë kaq e hapur i integron ato pavarësisht vullnetit të qeverive, pavarësisht vullnetit të bankave qendrore. Dhe kështu krijohet një hapësirë gjithmonë më e gjerë veprimesh dhe ndërveprimesh jashtë rrezës veprimit të qeverive dhe jashtë kontrollit të bankave qendrore, por edhe më shumë se kaq mbeten jashtë potencialet jashtëzakonshme që në fakt duhen integruar dhe duhen shfrytzuar brenda një kuadri krejtësisht të ri, inovativ, rregullator. Ka qenë rreth 200 vjet më parë kur dikush njeri i mençur tha se paraja nuk e menaxhon dot veten. Dhe këtë më mirë se çdo kush e dini të gjithë ju që jeni pjesë e kësaj përpjekje profesionale, institucionale për të menaxhuar sa më mirë paran. Por sot jemi në një nivel krejt tjetër, kur krahas me paran që duhet menaxhuar, kemi përballë algoritmet të cilat aq më tepër nuk e menaxhojnë dot veten. Dhe eksaktësisht për këtë arsye, krahas politikës monetare duhen mekanizma të ri kontrolli në funksion të menaxhimit të algoritmeve, por duhet dhe një mendje shumë më e hapur për t'i përqafuar këto fakte të reja të imponuara nga zhvillime të cilat tani më ne nuk i kontrollojmë dot, por duhet bëjmë çmos që të mos na kontrollojnë. Nuk dua të marr kohë dhe të flas gjatë për herë të parë që unë marr pjesë në takime të tilla, fjalimi i guvernatorit ishte i gjatë. Edhe kur ul aty tha, sot fola më gjatë se çdo e tjetër, po ishin 100 vjet. Kështu që unë përgjithsisht flas gjatë edhe kur flas për dje, jo më për 100 vjet, por ju siguroj që nuk do t'ju marr më shumë kohë. Është shumë sfiduese, është shumë pasionuese ajo që ndodh sot në botën e financave, në botën e qarkullimit të paras, në botën e zhvillimeve frenetike që sjell teknologjia, dhe natyrisht që për bankën qendrore, për bankat qendrore që janë institucione të vendosura thellë në histori dhe në traditë dhe që kanë një hije të rëndë pikërisht sepse vinë si institucione të rritura dhe të konsoliduara me vetdijen që duhet të ruajnë stabilitetin. Kjo kohë është një sfidë e jashtëzakonshme. Gjithsesi, unë dua të them se për qeverinë e Republikës së Shqipërisë dhe për qeveritë e Republikës së Shqipërisë, pa bërë dallime,
është vërtet fat që kanë mundësinë të punojnë në një mjedis ku është kjo bankë qendrore, e cila ka kaluar krizat e veta, posaçërisht krizën e kalimit nga diktatura dhe ekonomia e centralizuar në hapësirën e lirë të ekonomisë së tregut dhe të mungesës plot të institucioneve, kur faktikisht Shqipëria u bë një shembull tragjik i daljes nga kontrolli totalisht të parasme skemat piramidale, por që pas këtaj e ka marrë veten më së miri dhe ka ditur më së miri të lundrojë në detin nga njëherë të trazuar të financave, pikërisht për shkak të influencës së krizave të ardhura nga jashtë kufive të vendit. Nga ana tjetër, dua shumë të shpresoj dhe të besoj që Banka Qendrore, ashtu si kundër, ka kapacitetet që të qetësoj edhe që të garantoj, duke pas krijuar një besim që nuk është një besim tipik në opinionin publik shqiptar lidhur me institucionet, do të mundet që edhe të inovoj, edhe të shoh me kurajo ato risi që sjell e përditshmja në zhvillimet e teknologjisë dhe do të mundet kështu të ruaj ekuilibrat duke shtyrë përpara zhvillimin dhe duke mos lejuar që gjithë këto potenciale të jashtëzakonshme që sjell bashkërisjet e veta, zhvillimi i teknologjisë dhe hyrja në jetët tona e inteligjencës artificiale të mbeten jashtë rrezës së veprimtarisë dhe të veprimit saj të përditshëm. Po e mbyll me shprehjen e një bankieri të madh, i cili për shumë vite ishte një monument në sy të gjithë bankierëve dhe pastaj edhe ai pati momentin e vet të vënies në diskutim të monumentit që përfaqësonte, Alan Greenspan, i cili thot diçka që mendoj i shkon shumë kohës që jetojmë lidhur me kurajon që duhet ketë një bankë qendrore. Përmbytjet ndodhin një herë në 100 vjet. Këtë e ka thënë kur në fakt përmbytjet ndodhin vërtet një herë në 100 vjet, ndërkohë që ne e dim shumë mirë që ndodhin më shpesh se një herë në 100 vjet. Dhe është e kotë që çdo vit të mendosh për përmbytjet nëse je një institucion financiar dhe aq më tepër nëse je një bankë qendrore. Zgjidhni dhe merrni, zoti guvernator. Këto ishin fjalët e mia në respekt plot të pavarësisë tuaj, të cilën ne duhet dhe do ta vlerësojmë, por edhe do ta vuajmë njëkohësisht me dinjitet edhe me qetësi. Shumë faleminderit. Faleminderit zoti kryeministër. Tani më lejoni të ftoj të gjithë panelistët